Poloni, sepse edhe radhën e kaluar, para një jave, e nënvizuan faktin që këtu sa herë që të vish, gjithmonë do të ndeshësh me gjëra të reja. Të njohura, pjesërisht të njohura, apo edhe të panjohura. Dhe shtrohet një problem tepër i rëndësishëm. Një si pyetje, në që raport janë zbulimet, gërmimet e reja, studimi i tyre, paraqitja, bërja publike e tyre me kohën. A kemi ecur apo kemi ngecur? Na favorizojnë këto misionet arkeologjike të huaja, këtu vinë Amerikan, Gjerman, Italian, Francez. Kemi biseduar sezonin e kaluar veror me një përfaqësi të misionit francez. Kemi biseduar me përfaqësi të emisionit italian dhe gjithmonë kemi qenë të interesuar se ç'po bëhet. Tashti aktualisht me historianin Ilirian Gjika dhe operatorin ton të grupit gjinimin Nuri Korita, kemi ardhur sepse na njoftuan se vjen një grup turistësh italian. Dhe ne sigurisht jemi të interesuar ta shikojmë Apollonin me syrin e tyre, me syrin e të huajve, sepse janë ata që do të na thonë në përgjithësi, duke ditur të bëjnë krahasime se ku jemi sot dhe çfarë duhet të bëjmë neve për një të ardhme të afërt, kur këtu pranë do të na kaloj autostrada, fluksi do të rritet dhe ne nuk kemi qëllimin që me dëmos do të vinë se ky në përgjithësi është në stratin e turizmit kulturor, por ne duhet të dimë që në këtë strat arkeologjia dhe në veçanti qyteti antik i Apollonisë është një vend tepër të rëndësishëm. Ndaj dhe këtu pranë un kam si gjithmonë historianin Ilirian Gjika, i cili mund na thot diçka pikërisht për këtë problem që ne shtrojmë, apo jo. Domethënë që ku jemi në raport me çfarë është bërë në vite, domethënë duke përfshirë të dhënat e para arkeologjike, duke përfshirë misionin e madh të Leon Reit, duke përfshirë më pas zbulimet punë e arkeologëve shqiptar në radhë të parë të babait të arkeologjisë Hasan Seka, me misionet e sotme të huaja, me punën që bëhet nga Instituti i Arkeologjisë, edhe ku ndodhemi me një fjalë. E dëgjova me vëmendje ligjëratën tuaj në fillim të hapjes së këtij emisioni të përjavshëm që ne kemi në televizionin ton Apollon, gjurmime historike dhe arkeologjike, dhe duhet të sqaroj teleshikuesit se qëllimi i sotme i ardhes në Apolloni, siç e shpjegoi dhe profesor Maku, është apeli që ne si redaksi e këtij televizioni do t'i bëjmë pushtetit vendor, pushtetit qendror, institucioneve të tjera të specializuara që merren me Apollonin, së në një të ardhme jo shumë të largët, por në një të afërme të nesërme, po përdor një term teknik, në Apolloni do të shpërthej një fluks turistësh, një fluks vizitorësh, ekskursionistësh, por a do të jetë Apollonia e aftë ta përballoj me këtë sit ose me këto vlera monumentale që ka? Mendoj se jo. Ju shtroni pyetjen, por mendimi juaj Ilirian është subjektiv. Unë pretendoj se sot së bashku me juve jam ose jemi njofësit më të mirë të Apollonisë, pasi çdo pëllëm të saj kemi shkelur nëpërmjet kamerës tonë. Nuk mendoj të ketë grup xhirimi në historinë e televizionit shqiptar, të televizioneve të tjera, pa marrë të bëj kritizerin, që të ketë operuar me kaq dendësi siç kemi punuar ne në Apolloni. Është emisionin mos gaboj i 7 apo i 8. Dhe si njofës të saj, si dashamirës të këtij qyteti, ne lëshojmë apelin. Jemi shumë larg pamjeve, objekteve që mund t'i ofrojmë të huajve, turistëve të huaj ose turistëve të vendit. Edhe sot që po shkelim, ne shohim që Apollonia ka 5 ose 6 ambiente të cilat janë zbuluar përpara 50 pak vitesh dhe ose 60 ca vitesh dhe vazhdohet akoma, janë restauruar përpara 30 ose 40 vjetësh dhe vazhdohet akoma të përdoren. Por çfarë është bërë në këto vite? Pra, qëllimi i ardhjes son këtu sot është të shohim midis raportit
të ardhjes dhe numrit të turistëve dhe gërmimeve dhe restaurimeve, gërmimeve, zbulimit dhe përshkrimit monumente dhe restaurimit të tyre për t'i bërë objekte të vizitueshme. Bile, madje unë do të kujtoj një gjë e lirë dhe e kam dhe për teleshikuesin. Kur kemi qenë në emisioni e tretë mos gabojmë në Bylis, rastësisht në rrugës sipër erdhi arkeologu i shquar Neritan Ceka. Dhe në bisedën që bëmë me te ndam në dy pjesë. Na fol së pari si arkeolog, mendimin tënd çfarë mund na ndriçosh këtu në emision për këtë qytet antik, domethënë të Iliris, dhe pyetja e dytë kishte të bënte me Neritan Cekën si deputet. Domethënë si përfaqësues në Parlamentin shqiptar se çfarë bëhet në përgjithësi për kulturën dhe domethënë në veçanti pikërisht për zbulimet arkeologjike dhe ç'fonde ka, si thuaç, kultura shqiptare nëpërmjet Ministrisë së Kulturës, sigurisht nga pjesa e buxhetit të qeverisë për një vit ose për një tjetrin, dhe gjithmonë lidhur se ku duhet ishte, ku është, për shembull, qoftë Apolonia, edhe ose ti majmë në shumës, ku duhet jenë Apolonia dhe Bylisi, që kemi dy vende, dy parqet arkeologjike. Dy parqet arkeologjike me vlera që ndodhen në qarkun e Fierit. Në fundi që janë tonat, edhe duke qenë tonat ato të gjithë vendit, të gjithë Shqipërisë, sepse nuk mund të themi që këta e kemi të Fierit, por kjo është krenari, si thuaç për gjithë viset mbar shqiptare, domethënë, do të thoshin këtu Kosovën, Malinezi, Maqedoninë, Arbëreshët e tjera e tjera. Ju përmendet zotin Ceka, po unë them që zoti Ceka është një njerëz që ka dhënë shumë në arkeologjinë shqiptare, një emër shumë i nderuar. Ai jo vetëm që ka punuar dikur si në Apolonin dhe në Bylis, ku ka dhënë kontribute të jashtëzakonshme, por dhe në këto vitet e fundit ka bërë një punë shumë të madhe me botimet për të dy qytetet antike, por dhe me botimet siç kanë qenë Ilirët, udhëtim në kështjellat ilire, ku përmend me element të përsërit të këtyre dy siteve arkeologjike që ndodhen në qarkun ton. Megjithatë ne ju referuam këtij emri të madh sepse për të dhënë ngacmimin e mëtejshëm. Por unë mendoj që të ndërpresim komentet tona në këtë moment dhe të shohim, të vëzhgojmë se si punohet në Apoloni, që ti jetë teleshikuesi ai që të gjykoj. Atëherë ne, siç ju tham të nderuar teleshikues, na kishin njoftuar se do të vinte një grup turistësh italian, dhe ne përfituam nga rasti që të futemi midis tyre, të dim cilët janë dhe përse janë të interesuar që kanë ardhur këtu në Apoloni. Ndaj dhe ne po i ndjekim tashti me kamerën tonë, ja ata janë duke ardhur, sapo britën nga autobusi, dhe ne jemi sigurisht pas tyre në gjurmim derisa të gjejmë momentin. È stato costruito su 2 piani, cioè a doppio livello. Mendohet të jetë i shekullit të tretë para Krishtit. Si pensa che sia stato costruito nel secondo terzo secolo avanti Cristo. Është ndërtuar në periudhën kur Apolonia ishte një polis grek. È stata costruita nel periodo quando la Polonia era una città polis greca. 100 vjet më pas, ose një shekull më pas, un secolo dopo, në vitin 167, nell'anno 167 avanti Cristo, Apolonia mirëpriti autoritetet romake. Apolonia ha ben accolto le autorità romane. Në vitin 167, nell'anno 167, apoloniatët, gli abitanti di Apolonia, të cilët dinin dhe i njihnin mirë raportet politiche dhe diplomatike të kohës, i quali conoscevano e sapevano valutare i rapporti politici di quel periodo, hanno preferito të viheshin në mbrojtjen dhe në aleancën e Romës, di essere tutelati anche in alleanza con la Roma, se sa të vendoseshin nën sovranitetin e shtetit ilir, al posto di essere sotto la sovranità dello Stato ilirico. Marrëdhëniet me Romën kanë qenë më të hershme. I buoni rapporti, cioè i rapporti con la Roma hanno esistito anche prima. Kanë qenë politiche, economiche, economici dhe kulturore e culturali. Por meqense jemi këtu te ky objekt, ma siccome ci troviamo davanti a questo posto, questo oggetto, Kati Park
ka qenë ndërtuar në stilin dorik. Il primo piano è di stile dorico, Ma il primo piano è il pian terreno, Ah, questo è. Ndërsa kati i dytë mentre il primo piano italiano, diciamo in questo caso, ka qenë ndërtuar në stilin korintik që ishte më elegant. costruito nello stile corintico che è più elegante. Këto janë 17 nishe ose 17 harkada, Ci sono 17 arcate në të cilat ka qenë vendosur nga një statuj. e in ciascuna di queste arcate è stata istituita, cioè si trovava una statua. Ky portik është zbuluar në vitin 1927 Il portico è stato scoperto nel 1927 nga një arkeolog francez i quajtur Leon Rey. da un archeologo francese di nome Léon Rey. Leon Rey punoi në Apoloni në vitet 1924-1939. Léon Rey ha lavorato alla scoperta di Apollonia dal 1924 fino al 1937. Kjo që do të them tashti lidhet me atë dheun tuaj, me vendin tuaj. E quello che dirà dopo ha a che fare con la vostra patria, cioè con l'Italia. Në 1939 raportet midis Francës dhe Italisë ishin tepër delikate, Nel 1939 i rapporti tra Italia e Francia erano assai delicate sepse miku i zemrës së Clareta Petacit, perché l'amico di cuore di Clareta Petacci, së bashku me dhëndrin e tij insieme al suo genero Kontin Ciano, Galeazzo Ciano, Conte Galeazzo Ciano, kishin përgatitur pushtimin e Shqipërisë. avevano già preparato l'occupazione dell'Albania. Shqipëria u pushtua nga trupat e general Guzzonit në 7 prill 1939. L'Albania è stata occupata, come abbiamo anticipato, il 7 aprile 1939 dalle truppe guidate da general Guzzoni Dhe sipas procedurave, e secondo le procedure Leon Rey t'u ndalua nga autoritetet italiane ardhja e tij për ekspeditën all'archeologo Léon Rey francese gli è stato impedito di rinnovare, cioè la spedizione, di continuare la spedizione di scavare qua in questa città. Në 1939 ai do të zvendësohet nga misioni arkeologjik italian. Nel 1939 sarà sostituito da una missione archeologica italiana I drejtuar nga në mos gaboj nga Dario Mustili, guidato, se non mi sbaglio, da Dario Mustili, i cili do të gërmoj për 2 vjet në Apoloni, che continuerà il lavoro di scavo per 2 anni in Apollonia dhe do të zbuloj një gjimnaz e scoprirà un ginnasio dhe disa ndërtesa të tjera e altri edifici që i përkasin periudhës romake në Apoloni. che appartengono al periodo romano in Apollonia. Historia e Apolonisë ndahet në 2 periudha. La storia di Apollonia è divisa, cioè separata in 2 periodi, Periudha helenistike, il periodo ellenistico që fillon nga themelimi i Apolonisë, che inizia, cioè dai primi giorni della città di Apollonia, që i përket vitit 588 para Krishtit, che data 588 avanti Cristo, dhe që vazhdon deri në vitin 167, periudha helenistike. fino all'anno 167, il periodo ellenistico. Nga viti 167 dhe deri në shekullin e 5 pas Krishtit, kur Apolonia u braktis, Dall'anno 167 fino al V secolo d.C., quando Apollonia è stata abbandonata, i përket periudhës romake. cioè spetta al periodo romano. Ky portik është i periudhës greke, Il ndërsa portico è del periodo greco, Odeoni që ju pat, mentre Teatri Odeon, vogël, il piccolo teatro che avete visto, ndërtesa e Këshillit qytetit ose il Buleterioni, diciamo l'edificio governativo, i përkasin periudhës së pushtimit romak. spettano al periodo dell'occupazione romana. Por ritmet e gërmimeve Ma i ritmi degli scavi janë shumë sono të vogla në raport me sipërfaqen që duhet in zbuluar. rapporto alla superficie che dobbiamo scoprire. Megjithatë unë po e ndërpres tregimin mbi objektet arkeologjike këtu për të kaluar diçka nga historia e Apolonisë. Comunque io adesso interrompo per quanto riguarda la storia archeologica per raccontare qualcosa sulla storia di Apollonia. Njihet fakti që na japin 2 autorë antik. È già conosciuto il fatto che risulta da 2 autori antichi, Nikola i Damaskut
Nicola di Damasco dhe Suetoni, e Sueton di Suetoni, Sueton, se perandori I ardhshëm Octavian Augusti, che il futuro imperatore di Roma Ottaviano Augusto, me lejen e të ungjit të tij Cesarit, con il permesso del suo zio Cesare, studioi në Apoloni. ha studiato in Apollonia, Kur në idet e marsit të vitit fatkeq për Cesarin 44 che nel marzo del 44 avanti Cristo, un anno sfortunato per Cesare, kur Kaska ngulte I pari thikën mbi trupin e Cesarit në senat, quando la casta, cioè per la prima volta ha impugnato, ha coltellato 23 coltellate Cesare, Octaviani ishte duke studiuar në Apoloni. Ottaviano stava effettuando gli studi qua in Apollonia. Por Cesari më parë kishte qenë këtu Cesare è stato prima, anche prima qua in Apollonia, gjatë luftës civile, durante la guerra civile tra Cesare e Pompeo, kur juve, duke njohur fort mirë historinë e Shqipërisë, mund të përmendni se Apollonia ishte bazë e Cesarit. che come abbiamo già anticipato, che Apollonia era una base principale per l'esercito di Cesare. Historia vazhdon, La storia continua, ndërsa gjurma e fundit e perëndimit latin në këtë vend mentre l'ultima traccia della cultura latina in questo paese është portiku I manastirit të Shën Marisa Apollonis, è il portico del monastero di Santa Maria di Apollonia, I cili është I stilit romanik il quale è di stile romano dhe mendohet se është ndërtuar gjatë fushatave normane të Robert Guiscardit. e si ritiene che sia stato costruito durante le campagne di Roberto Guiscardi. Një studiuse italiane arkitekturës mesjetare, Uno studioso italiano dell'architettura medievale, zonja Patricia Balenci, la signora Patrizia Balenci, e identifikon portikun e kishës Apollonis identifica il portico della chiesa di Apollonia të njëjtë me kishën e Uguale Shën Benediktit në Conversano, a Puglia. quello della chiesa di San Benedetto Benedetto di Conversano. di Conversano in Puglia. Abruzzo o Puglia? Abruzzo, C'è ndoshta. quel famoso guerriero di Conversano. Lo sai, luttatori Nel Museo Nazionale di Chieti. nel museo Chieti. comprato. Forse. Unë do t'ju sugjeroja Io vi suggerirei që të kalonit këtu midis rrugës që quhet rruga e Propileve che passare di qua dove è la via dei Propilei, dhe të ngjiteshit sipër tek shtëpia e Frangut, di passare poi lassù dove è la casa di quel francese, archeologo francese. aty është hapur dhe një ekspozit C'è anche una esposizione, una mostra që flet che parla për historikun e gërmimeve arkeologjike në della Apollonia. storia anche degli scavi qui in Apollonia. Mund të kërkoni edhe administratorin, zotin Petrit Morina, I cili ka punuar për një kohë të gjatë si guide turistike, por dhe është një italofon I shkëlqyer. C'è anche un signore lassù che ha fatto anche la guida professionista del sito archeologico, ma adesso c'è anche altre attività. Por ne do t'ju donim në këmbim të këtij spjegimi Allora, in cambio di questa spiegazione, dhe një intervistë, non solo l'applauso, ma anche qualche intervista, una breve intervista, le vostre impressioni dalla Polonia o anche parlando di questo scopo del vostro arrivo qua in Apollonia o della visita in Albania e in Apollonia. Conoscere un paese che non conosciamo. Të njohim një vend që nuk e kemi Per njohur. conoscenza, insomma. Per Thjesht quello che si può capire in una settimana. in të 5 njohim dhe giorni. të dim çfarë mund të kuptojmë në këtë një javë udhtim që do të bëjmë. Atëre cilët jeni ju me gjithë grupin? Cioè che cosa rappresentate voi insieme al gruppo? Rappresentiamo solo gli anziani. Në këtë grup ne përfaqësojmë vetëm moshën e thyer të themit. Atë jashtë kamerës mund më pranoni dhe mua? Allora dice posso far parte pure io del vostro Certo, naturale, ben volentieri. No, se c'ha qualche impressione
E in 2 giorni è impossibile farsi un'impressione, insomma. Abbiamo visto per il momento un paese që kemi parë është shumë vështirë të japim me përshtypjet. Un paese che vediamo con piacere che sta crescendo. Ecco, questo sì. Me pra një vend që shohim që po rritet gjithmonë. Ci vuole del tempo. Duhet kohë. Però insomma siamo sulla buona strada. Jemi në rrugë të mbarë. Dopo la crisi del 97, insomma, siete riusciti in 10 anni a fare qualche cosa di buono. Pas krizës 97-s, shoh që në 10 vjet keni bërë diçka të mirë. Atëherë një pyetje. Çfarë ju kujton kjo lidhur me në një vend të tillë të lashtë të Italia? Un'altra domanda. Mi fa ricordare questo sito archeologico con un altro sito, un paese antico in Italia? Se c'ha qualche... È troppo poco per giudicare, potrebbe essere qualche centro, qualche centro come Carsole, oppure... Është shumë pak për të gjykuar, mund të jetë ndonjë vend si Carsoli. Potrebbe essere qualcosa dell'Abruzzo. Mund të jetë ndonjë vend që parafrohet me këtë në Abruzzo, në rajonin e Abruzzos. Sì, lasciamo stare Pompei, Ercolano, quelle cose ormai siamo c'è un'altra Pompei, cosa. Ercolano. La Magna Grecia in Sicilia. Sì. Ka menduar sì, ma in Magna Grecia noi vediamo più che altro i templi, non abbiamo... Ne aty shohim më shumë tempujt në Magna Grecia. Atëre ju thonë da scavare, è tutto da scavare. Që pjesa e artit, domethënë pjesa më e bukur është vendosur në muze. Cioè la miglior parte, cioè è spostata nel museo. Përmendore të kalibrit, ci sono statue të kalibrit të daltës së Fidias. Io do të keni në muzeun historik. Po, se kemi parashikuar. E nel museo, non di qua, nel museo storico di Tirana. Un altro viaggio. Ma io volevo dire, grazie. Allora, la vostra provenienza? Noi siamo nel nord-est dell'Italia, tra Venezia e l'Austria, Udine. Ne vim nga pjesa veri lindore e Italisë, në zonën, në rajonin e Friuli Venezia Giulia. Edhe besoj janë nga qyteti i Udinës, pjesa më e madhe. Atëherë janë tifozë të Udinezës. Mendoj thotë që jeni tifozë penso che siate l'Udinese ha vinto ieri. Anche Milan. Anche il Milan. 1-0. Sì. Con l'Inter. E Mourinho è troppo arrabbiato. Ah, vabbè. E io sono venuta qui per ricordare il mio papà che è stato 1920 ed era entusiasta di voi, che mi perché gente buona, è stato a fare militare qui. Ka bërë ushtrin këtu në gjatë luftës së parë botërore. E parlava sempre te Peleni, Girocastro, Valona, tutto. E io sono venuta qui per ricordare lui che è stato felice di essere stato qui con voi. Gente buona. Atëherë edhe unë e përfituroj sikur ai ishte këtu midis. Anche io, cioè, lo immagino come se lui si fosse qui nella nostra presenza. Edhe unë për këtë, në shpirtin e Sëvijës. Cioè sta nell'anima sua. Sì, questo è importante per me. Kjo është e rëndësishme për mua. A quasi tutti, insomma, a tanti, non è conosciuto, non si conosce niente. Është një vend që nuk njihet, domethënë nuk njohin asgjë nga Shqipëria. Bile sapo u nda me prefektin e qarkut edhe ja shtruam ne si grup xhirimi che duhet të bëjmë sepse këtu kalon autostrada. E loro hanno parlato, siccome da queste parti, proprio qua vicino, passerà pure l'autostrada. E hanno pensato che cosa si può fare di meglio per questo sito archeologico. Fare qualche trasmissione proprio facendo emissioni televisive, ecco, facendo vedere, perché ci sono dei posti bellissimi dove siamo stati oggi con la chiesa. Gjërat se ka vende mjaft të bukura, siç kurse kemi qenë dhe sot që ishin në Berat, në kalan e Beratit. Ju thoni që ne si televizion rajonal, ky është emisioni i 40 i një cikli me historianin. Questo è la 40esima trasmissione per quanto riguarda la storia della città e anche dei siti archeologici insieme allo storico della Rione di Fier. Ma trasmettete anche, oltre che qui, anche nel mondo?
Questo volevo. E trasmetoni edhe në pyetja shumë rrugë satellitare në botë. Ne jemi lidhur me satelitin në Shtetet e Bashkuara. Noi abbiamo, cioè trasmettiamo via satellite con gli Stati Uniti d'America. Kemi faqen tonë. Abbiamo la nostra pagina, il sito internet. Edhe pikërisht këto gjëra jemi duke i transmetuar. E queste trasmissioni televisive storiche li ritrasmettiamo anche nel nostro sito internet. Sì. Perché deve perché deve essere ricordato, fatto vedere, saputo perché qualcuno ha l'impressione anche vai in Albania. Perché? Per cosa? Kanë përshtypjen, po shkoni në Shqipëri, përse çfarë do bëni atje? Queste cose invece far conoscere veramente. E io adesso sono venuta per questo. Dhe prandaj kam ardhur unë edhe ne në emisionin që na doli kaq rastësisht do t'i nënvizojmë. Anche noi nella trasmissione nostra, cioè citeremo le sue parole testualmente. Veramente ci tengo veramente bene. Che contenta, felice.